Surja e Teube. Deklarim nga Allahu dhe i dërguari i tij për çlirim nga çdo detyrim me marrëveshje e lidhur me idhujtarët. Lëvizni lirshëm nëpër tokë për 4 muaj, por dijeni se ju nuk mund t'i shpëtoni ndëshkimit të Allahut dhe se padyshim Allahu ka për t'i poshtruar mohuesit. Ky është kumtim nga Allahu dhe i dërguari i tij për të gjithë njerëzit të mbledhur në këtë ditë të Haxhit të Madh, se Allahu dhe i dërguari i tij shkëpusin çdo marrëveshje me idhujtarët. Nëse pendoheni do të ishte më mirë për ju, por nëse i ktheni shpinën, të dini se kur nuk do të mund t'i shpëtoni ndëshkimit të Allahut. Kërcënojini ata që mohojnë me një dënim të dhimbshëm. Përjashtim bëjnë vetëm ata idhujtar, me të cilët kishit lidhur marrëveshje dhe që nuk e kanë shkelur ata dhe nuk kanë ndihmuar asnjë kundër jush. Prandaj, përmbushini edhe ju detyrimet me ta deri në afatin e caktuar. Vërtet, Allahu i do të devotshmit. Pasi të kalojnë muajt e ndaluar, luftojini idhujtarët kudo që t'i gjeni. Kapini, rrethojuni dhe uzini prit në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, falin namazin rregullisht dhe japin zakatin, atëherë u hapni rrugën. Me të vërtet, Allahu është falës e mëshirëplot. Nëse ndonjë idhujtar të kërkon mbrojtje, ti strehoje atë, në mënyrë që të mund të dëgjojë fjalët e Allahut e më pas, përcille deri në vendin ku mund të jetë i sigurt. Kështu vepro, sepse ata janë njerëz që nuk dinë. Si mund të kenë idhujtarët beslidhje me Allahun dhe të dërguarin e tij? Përjashtim bëjnë vetëm ata, me të cilët ju keni lidhur marrëveshje pranë xhamisë së shenjtë. Përderisa ata u përmbahen marrëveshjeve, përmbajuni edhe ju. Allahu i do të devotshmit. Si mund të kenë besë ata të cilët, nëse ju mundin, nuk përfillin as fare fisni e as marrëveshje me ju? Ata ju bëjnë lajka me fjalë, kurse me zemër ju kundërshtojnë fort. Shumica e tyre janë të ligjë. Ata i shkëmbejnë ajetet e Allahut me një vlerë fare të vogël dhe pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Të shëmtuara janë veprat e tyre. Ndaj besimtarëve ata nuk respektojnë as fare fisni e as marrëveshje. Pikërisht ata janë të shfrenuarit. Megjithatë, nëse ata pendohen, falin rregullisht namazin dhe japin zakatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në besim. Kështu i sqarojmë ne argumentet për njerëzit e ditur. Por nëse pas lidhjes së marrëveshjes, ata e shkelin zotimin e tyre dhe sulmojnë fen tuaj, atëherë luftoni kundër krerëve të mohimit, sepse ata vërtet nuk kanë besë, me qëllim që të frenohen. A do të nguroni ju të luftoni një popull që i shkel zotimet e veta dhe që synon të dëbojë të dërguarin, dhe kur në fakt ishin ata që ju sulmuan të parët? Mos vallë keni frikë prej tyre. Është Allahu ai që e meriton më shumë që ju të friksoheni nëse jeni besimtar. Luftojini ata, që Allahu t'i ndëshkoj ashpër me duar tuaja, t'i poshtroj, t'ju dhuroj fitore ndaj tyre, të shëroj shpirtrat e besimtarve, dhe t'a largoj hidherimin nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu është i gjithditur dhe i urtë. A mos menduat se do të braktiseni dhe se Allahu nuk do t'i nxjerrë në pah ata ndër ju që luftojnë e që nuk kanë zgjedhur për mik të dashur asnjë tjetër përveç Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarve? Allahu e di hollësisht atë që bëni ju. Nuk kanë të drejtë idhujtarët të kujdesen për xhamitë e Allahut, kur vetë ata dëshmojnë për vetveten se janë mohues. Atyre u shkojnë kot veprat e tyre dhe do të jenë përgjithmonë në zjarr. Për xhamitë e Allahut
kujdesen veç se ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, falin rregullisht namazin, e japin zekatin dhe nuk i friksohen askujt tjetër veç Allahut. Shpresohet që këta të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Vërtet e konsideroni dhënien ujë haxhinjve dhe kujdestarinë për xhaminë e shenjtë të njëjtë me besimin tek Allahu dhe dita e fundit dhe luftën në rrugën e Allahut? Jo, këto nuk janë të njëjta për Allahun. Allahu nuk i udhëzon në rrugën e drejtë keqbërësit. Ata të cilët kanë besuar, emigruar dhe luftuar me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut, kanë pozitë më të lartë tek Allahu, dhe ata janë fitimtarët. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirë nga vetë ai, për kënaqësinë e tij ndaj tyre dhe për kopshtet ku do të kenë mirësi të pandërprera. Ata do të jenë të përjetshëm në to. Me të vërtetë, tek Allahu ka shpërblim të madh. O ju që keni besuar, mos i mbani për mbrojtës e aleat prindrit dhe vëllezërit tuaj, nëse ata parapëlqejnë mos besimin kundrejt besimit. Çdo kush prej jush që miqësohet me ta, është vërtet keqbërës. Thuaj, në qoftë se etrit tuaj, djemt tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaj, afarefisi juaj, pasuria që keni fituar, tregtia për të cilën friksoheni se do të dështoj, ose banesat ku ju gjeni kënaqësi, janë më të dashura për ju se sa Allahu, se i dërguari i tij dhe se lufta për në rrugën e tij, atëherë prisni vendimin e tij dhe të jeni të sigurt se Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë të shfrenuarit. Sigurisht që Allahu ju ka ndihmuar në shumë betejë. Edhe në ditën e Hunenit, kur ju mahnitët nga numri juaj i madh, por që nuk ju vlejti as pak. Toka ju duke ngushtë me tërë të gjerësi dhe më pas ju tërhoqet. Por Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dërguarin dhe mbi besimtarët. Ai zbriti një ushtrim me lekësh që ju nuk e pat, dhe i dënoi jo besimtarët. Ky që shpërblimi i mohuesve. Pas kësaj, Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu është falës e mëshirë plot. O ju që keni besuar, idhujtarët janë vërtet të papastër, prandaj mos i lini t'i afrohen xhamisë së shenjtë pas këtij viti. Dhe mos kini frikë nga varfëria, sepse Allahu, nëse dëshiron, ju bën të pasur me mirësinë e tij. Allahu është vërtet i gjithditur dhe i urtë. Luftojini ata që u është dhënë libri, të cilët nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që nuk e konsiderojnë të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij, dhe që nuk e besojnë Islamin, fenë e vërtet, derisa t'japin gjizjen me dorën e tyre, duke qenë të përulur. Jehudët thanë, Uzeiri është biri i Allahut, ndërsa të krishterët thanë, Mesiu është biri i Allahut. Këto janë fjalë që dalin nga goja e tyre, duke imituar atë që thoshin jo besimtarët e mëparshëm. I vraft Allahu, si largohen nga e vërteta. Ata i konsideruan priftërinjt, orshënarët dhe Mesihun, birin e Merjemes, si zota veç Allahut, ndërkohë që ishin urdhëruar të adhuronin veç Allahun. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç tij. I lartësuar është ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë. Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojën e tyre, por Allahu veç do ta përkryej dritën e tij, edhe pse jo besimtarët e urrejnë këtë. Është ai që e dërgoi të dërguarin e tij me udhëzim të qartë, e fe të vërtet, për ta lartësuar atë mbi të gjitha fet, edhe pse këtë e urrejnë idhujtarët. O ju që keni besuar, ka vërtet shumë priftrinj dhe oshenar që në mënyrë të paligjshme hanë pasurinë e njerëzve dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut.
dhe ka nga ata të cilët e fshejnë arin e argjendin dhe nuk e shpenzojnë atë në rrugën e Allahut. Lajmëroj për një dënim të dhemshëm. Ditën kur ajo, pasuria, do të digjet në zjarrin e xhehenemit, e me të do të damkoset balli, anët dhe shpina. Ky është thesari që ju keni grumbulluar për veten. Shijojeni tani atë që keni grumbulluar. Tek Allahu, numri i muajve të vitit është 12, ashtu si është në librin e Allahut prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Prej tyre, 4 janë të shenjtë. Kjo është feja e drejtë. Pra, mos e ngarkoni veten tuaj gjatë tyre. Luftojni të gjithë idhujtarët bashkarisht, si që luftojnë ata ju bashkarisht. E dijeni se Allahu është me të devotshmit. Zhvendosja e një muaji të ndaluar është vetë se shtimi i mosbesimit. Prandaj mohuesit humbin larg. Në një vit ata e konsiderojnë atë jo të shenjtë, e në një vit tjetër e konsiderojnë të shenjtë për të arritur një përputhje me numrin e muajve që Allahu i bëri të shenjtë. Kështu ata bëjnë të lejuar atë që Allahu e ka ndaluar. Atyre u janë hieshuar veprat e këqija. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që mohojnë besimin, e vërtet. O ju që keni besuar, ç'është kështu me ju që kur ju thuhet të dilni në rrugën e Allahut, juve ju rëndon vendi? A mos jeni vallë më të kënaqur me jetën e kësaj bote se sa me ahiretin? Jeta e kësaj bote, përkundër ahiretit, është diçka shumë e vogël. Nëse nuk dilni, ai do t'ju ndëshkojë me një dënim të rëndë dhe do t'ju zvendësojë me një popull tjetër dhe atij nuk i bëhet as pak dëm. Allahu është i plot pushtetshëm për gjithçka. Edhe nëse ju nuk e ndihmoni, atë e ndihmon Allahu. Si ditën kur mohuesit e dëbuan atë dhe ai kishte vetëm një shok. Të dy ata ishin në shpellë kur ai i tha shokut: "Mos u trishto, se Allahu është me ne." Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të dhe e fuqizoi me forca që ju nuk i pa. Ai e poshtroi fjalën e mohuesve, kurse fjala e Allahut është më e lartë. Allahu është ngavnjimtar dhe i urtë. Dilni në luftë. Let ju duket e lehtë apo e rëndë dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë dhe me veten tuaj. Kjo është gjëja më e dobishme për ju, nëse e kuptoni. Sikur të kishte qenë ndonjë fitim i shpejtë dhe udhëtim i lehtë, ata do të kishin ardhur pas teje. Por për ta ajo është një rrugë e gjatë dhe e rëndë. Ata do të betohen në Allahun, sikur të kishin mundësi do të dilni me ju. Ata kështu shkatrojnë veten e tyre. Allahu e di se ata janë gënjeshtar. Allahu të falët, përse i lejove ata të iknin para se të mësoj se cilët ishin të sinqert dhe cilët ishin gënjeshtar? Ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, nuk kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurinë dhe me vetet e tyre. Allahu i di mirë të devotshmit. Leje kërkojnë vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit. Ata në zemrat e të cilëve ka pasiguri dhe ende në dyshimet e tyre. Nëse vërtet do të kishin dashur të shkonin, me siguri do të kishin bërë ndonjë përgatitje. Por Allahu nuk e pëlqeu pjesëmarrjen e tyre. Prandaj i sprapsi, duke u thënë: "Qëndroni aty me ata që rrinë." Edhe sikur të dilnin me ju, ata nuk do t'ju shtonin asgjë tjetër veç çrregullime, duke përçarë radhët tuaja me shpifje e intriga. Ka prej jush që i dëgjojnë ata. Allahu di gjithçka për të padrejtët. Ata edhe më parë kanë tentuar përçarjen tuaj dhe ti kanë ngatruar çështjet, derisa ty të erdhi e vërteta dhe ngadhnjeu vendimi i Allahut, edhe pse ata e urrenin shumë këtë gjë. Prej tyre ka edhe të tillë që thonë:
më jep leje e mos më sprovo. Por ata tashmë kanë rënë në sprovë dhe xhehenemi do t'i rrethojë mohuesit në të gjitha anët. Nëse ty të vjen ndonjë e mirë, ata trishtohen, e nëse të godet ndonjë fatkeqësi, ata thonë: ne kemi qenë të kujdesshëm për çështjen tonë edhe më parë, dhe kthehen të gëzuar. Thuaj: asgjë nuk do të na ndodh përveç asaj që ka caktuar Allahu për ne. Ai është mbrojtësi ynë. Prandaj vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Thuaj: e çfarë prisni për ne, përveç se njerëz nga dy të mirat, therrori ose fitore? Ndërsa ne presim për ju që Allahu t'ju godas me një dënim prej tij ose prej duarve tona. Prisni atëherë, sepse edhe ne së bashku me ju po presim. Thuaj: sido që t'i jepni diçka, me dëshira pa dëshirë, ajo nuk ka për t'u pranuar prej jush. Ju jeni vërtet njerëz të pabindur. Sadakaja e tyre nuk pranohet, sepse ata mohojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. E falin namazin vetëm me përtatësi, ndërsa sadakan e japin vetëm me pakënaqësi. Mos u mahnit nga pasuria dhe fëmijët e tyre. Allahu dëshiron t'i ndëshkojë ata në jetën e kësaj bote nëpërmjet tyre dhe pastaj t'u dal shpirti si mohues. Ata betohen në Allahun se vërtet janë me ju, por ata nuk janë me ju. Ata janë frikacak. Sikur të gjenin ndonjë vend ku të fshiheshin, shpellë ose guvë, ata do të turreshin me vrap. Disa prej tyre të përflasin për ndarjen e lëmoshës. Nëse u jepet atyre, ata mbesin të kënaqur, e nëse nuk u jepet, ata zëmrohen. Sikur të kënaqeshin me atë që u dha Allahu dhe i dërguari i tij, dhe të kishin thënë: neve na mjafton Allah. Do të na jap Allahu nga të mirat e tij, do të na jap edhe i dërguari i tij. Vetëm tek Allahu i varim shpresat tona. Sadakaja është për të varfrit, nevojtarët, zakat mbledhësit, për ata besimtarë të rinj që u duhen përfituar zemrat, për lirim të atyre që janë në robëri, për të zhyturit në borxhe, për në rrugën e Allahut dhe për udhëtarin. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ka prej tyre që e shqetësojnë profetin e thonë: ai dëgjon e beson gjithçka që i thuhet. Thuaj: ai dëgjon atë që është e mira për ju. Ai beson në Allahun dhe ka besim të besimtarët. Ai është mëshirë për ata nga ju që besojnë. Ata që e lëndojnë të dërguarin e Allahut, i pret një dënim i dhëmshëm. Ata ju betohen në Allahun për t'ju kënaqur, por është më e drejtë që të kënaqen Allahun dhe të dërguarin e tij nëse janë besimtarë të vërtetë. A nuk e din ata se kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, e pret zjarri i xhehenemit, ku do të jetë përjetësisht? Ky është poshtrim i madh. Hipokritët tremben se mos zbret ndonjë sure që u nxjerr në shesh atë që ka në zemër. Thuaju: talluni, por të jeni të sigurt se Allahu do ta zbulojë gjithçka për të cilën keni frikë. E nëse i pyet, ata thonë: ne thjesht ishim duke luajtur e dëfryer. Thuaju: vallë, me Allahu, librin dhe të dërguarin e tij talleni. Mos nxirrni justifikime. Ju keni mohuar pas besimit tuaj. Nëse i falim disa nga ju, të tjerët do t'i dënojmë, sepse janë keqbërës. Hipokritët dhe hipokritet janë si njëri tjetër. Urdhërojnë për ligësi, ndalojnë nga e mira dhe janë dorë shtrënguar. Ata e kanë haruar Allahun, prandaj ai i ka haruar ata. Nuk ka dyshim se hipokritët janë të pabindur. Allahu ka përgatitur zjarrin e xhehenemit për hipokritët. Hipokritet dhe jo besimtarët. Atje do të jenë përgjithmonë
dhe ai mjafton për ta. Ata i ka mallkuar Allahu dhe kanë dënim të pandërprer. Ashtu si ata para jush, të cilët ishin më të fuqishëm se ju, kishin më shumë pasuri e fëmijë dhe u kënaqën me çfarë u takoi, edhe ju kaluat pjesën tuaj të kënaqësisë dhe u zhytët në kotësi si ata. Veprat e tyre janë të pavlera në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe pikërisht këta janë të dëshpëruarit. A nuk u ka mbërritur historia e atyre që ishin më herët, populli i Nuhut, i Adit dhe i Themudit, populli i Ibrahimit, i Medjenit dhe i qyteteve të përmbysura, atyre u erdhën të dërguarit me argumente të qarta. Allahu nuk u bëri asnjë padrejtësi, por ata i bën padrejtësi vetes. Besimtarët dhe besimtaret janë miq e mbrojtës të njëri tjetrit. Ata urdhërojnë për të mirë e ndalojnë nga e keqja, falin rregullisht namazin, japin zakatin dhe i binden Allahut dhe dërguarit të tij. Allahu do t'i mëshirojë ata. Allahu është ngadhnjimtar e i urtë. Besimtarve dhe besimtareve, Allahu ka premtuar kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë dhe vendbanime të bukura në xhenetin e Adnit. Por lumturia më e madhe është kënaqësia e Allahut. Kjo është fitoria e madhe. O profet, luftoj ju besimtarët dhe hipokritët dhe sillu ashpër me ta. Vendbanimi i tyre është xhehenemi, që është përfundimi më i keq. Ata betohen në Allahun se nuk kanë thënë asgjë të keqe. Në të vërtetë, ata thanë fjalë kufri, mohuan pasi kishin pranuar Islamin dhe tentuan diçka që nuk e arritën dot. Ata u mbushën me urrejtje, vetëm sepse Allahu dhe i dërguari i tij i begatoi besimtarët me mirësitë e tij. Nëse pendohen, do të jetë më mirë për ta, por nëse refuzojnë, Allahu do t'i ndëshkojë me një dënim të dhëmshëm në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe për ta nuk do të ketë asnjë mbrojtës e ndihmëtar në tokë. Ka nga ata që janë zotuar Allahut duke thënë: nëse ai na jep nga mirësitë e tij, sigurisht që do t'japim sadaka dhe sigurisht që do të bëhemi njerëz të mirë. Por kur ai u dha nga mirësitë e veta, ata u bën koprac dhe kthyen shpinën. Prandaj, ai u ka hedhur hipokrizin në zemrat e tyre deri në ditën kur të dalin para tij, sepse e shkelën premtimin e dhënë Allahut dhe sepse vazhdimisht gënjenin. Vallë, a nuk e din ata se Allahu i di sekretet e tyre dhe çdo bisedë të fshehtë, dhe se Allahu është ai që i di të gjitha të fshehtat? Sa për ata të cilët përqeshin besimtarët, që japin sadaka me vullnet dhe tallen me ata të cilët nuk kanë që të japin gjë tjetër veç mundit të tyre, Allahu do t'i përgjigjet talljes së tyre. Ata do të kenë dënim të dhëmshëm. Kërko falje për ta ose mos kërko, por edhe nëse kërkon falje 70 herë, Allahu nuk do t'i falë, sepse ata kanë mohuar Allahun dhe dërguarin e tij. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që shkelin kufit. Ata që qëndruan pas në luftën e të Bukut, u gëzuan për qëndrimin e tyre pas të dërguarit Allahut dhe nuk dëshironin që të luftonin me pasuritë dhe veten e tyre në rrugën e Allahut. Ata thanë: mos dilni në vap, thua ju. Zjarri i xhehenemit e ka vapën edhe më të fortë, nëse e kuptojnë. Le të qeshim pak e le të qajnë shumë. Ky është shpërblim për atë që bën. Nëse Allahu të kthen ty të ndonjë grup i tyre, e ata të kërkojnë leje për të ardhur me ty, thuaj: ju kur nuk do të dilni me mua dhe kur nuk do të luftoni ndonjë armik së bashku me mua. Ju kënaqet herën e parë që nuk luftuat, prandaj rrini me ata që mbeten pas. Asnjërit prej tyre mos ja fal namazin kur të vdesin, e as mos u qëndro pranë varrit, sepse ata kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e tij
dhe kanë vdekur si mohues. Mos u mahnit nga pasuria dhe fëmijët e tyre. Nëpërmjet tyre, Allahu dëshiron që t'i ndëshkojë ata në këtë botë dhe t'u dalë shpirti duke qenë mohues. Kur zbriti surja që urdhëron për të besuar në Allahun dhe për të luftuar së bashku me të dërguarin e tij, pasanikët kërkuan leje prej teje duke thënë: "Na lejo të rrim në shtëpi me ata që nuk shkojnë në luftë." Ata parapëlqyen të rrinin me ata që nuk shkojnë në luftë, prandaj zemrat e tyre u vulosën dhe tashmë ata nuk kuptojnë. Por i dërguari e së bashku me të edhe besimtarët luftuan me pasurinë dhe vetët e tyre. Atyre u takojnë të gjithë të mirët dhe ata janë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Edhe disa beduin, arab të shkretirës, paraqitën justifikime për t'u dhënë leje që të mos shkonin në luftë. Edhe ata që donin të gënjenin Allahun dhe të dërguarin e tij munguan në luftë. Ata që mohuan do t'i godas një dënim i ashpër. Nuk është gjunah për të doptit, as për të sëmurët, e as për ata që nuk gjejnë burime për të shpenzuar në rrugën e Allahut, kur janë sinqert ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Për të mirët nuk ka arsye për qërtim. Allahu është falës e mëshirëplot. Nuk është gjuna as për ata të cilët kur erdhën te ti për t'i bartur me kafsh, ti u the: "Nuk kam me çfarë t'ju mbaj." Ata u kthyen me syt që u rrithnin lot prej pikëllimit se nuk kishin burime nga të nxirrnin shpenzimet për xhihadin. E keqja është për ata që duke qenë pasanik, kërkuan leje të mbeteshin me ata që nuk shkonin në luftë. Allahu i ka vulosur zemrat e tyre dhe ata nuk e din këtë. Kur të ktheheni tek ata do t'ju paraqisin justifikime. Thuaju: "Mos u arsyetoni. Ne nuk kemi për t'ju besuar. Tashmë na ka njoftuar Allahu për gjendjen tuaj të vërtet. Veprimet tuaja do t'i shohë Allahu dhe i dërguari i tij. Në fund ju do të ktheheni tek ai që e di çfarë fshihet dhe çfarë është e hapët. Ai do t'ju tregojë të vërtetën e gjithçkaje që keni bërë." Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen në Allahun për të mos i qortuar. Kthejuni i shpinën atyre. Ata me të vërtet janë të ndyrë dhe vendi i tyre do t'jetë xhehenemi, si shpërblim për atë padrejtësi që bën. Ata do t'ju betohen që t'jeni të kënaqur me ta. Por edhe nëse ju shprehni kënaqësi, Allahu nuk është i kënaqur me ata që i shkelin kufijtë e tij. Beduinët janë më të zhyturit në mohim me hipokrizi dhe janë më të prirurit për të mos i njohur dispozitat që Allahu ja zbriti të dërguarit të tij. Allahu është i gjithditur e i urtë. Ka beduin të cilët shpenzimin në rrugën e Allahut e konsiderojnë si gjobë dhe presin fatkeqësira për ju. Atyre u rand fatkeqësia. Allahu dëgjon e di gjithçka. Por ka edhe beduin të cilët besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër, dhe atë që e japin e konsiderojnë si mirësi që të afron tek Allahu dhe që të bën ti meritosh lutjet e të dërguarit për bamirësit. Dijeni se ato janë me të vërtetë rrugë për afrim tek Allahu. Allahu do t'i përfshijë ata në mëshirën e tij. Allahu është falës i madh e mëshirëplot. Allahu është i kënaqur me besimtarët e hershëm muhaxhir e ensar dhe me ata që i pasuan me vepra të mira. Edhe ata janë të kënaqur me ta. Për ta, ai ka përgatitur kopshte, në për të cilat rrjedhin lumej, ku do të jenë përjetësisht. Ky është fitimi i madh. Rreth jush ka beduin që janë hipokrit.
Edhe prej banorëve të Medinës, ka nga ata që janë kryeneq në dy fytyrësinë e tyre. Ti nuk i njeh ata, por ne i dim mirë. Kemi për t'i dënuar ata 2 herë, e pastaj do të flaken në dënimin e madh. Ka edhe të tjerë, që janë të vetëdijshëm për gjunahet e veta. Ata kanë edhe vepra të mira edhe vepra të këqija. Allahu do t'i falë ata, sepse ai është pranues i madh i pendimit e mëshirë plot. Merr prej pasurisë së tyre sadaka, që ti pastrosh edhe ti dëlirësh, dhe lutu për ta, sepse me të vërtet lutja jote është burim qetësie për ta. Allahu dëgjon edhe di gjithçka. A nuk e dinin ata se Allahu e pranon pendimin e robëve të vet dhe sadakat e tyre, dhe se është Allahu ai që e pranon pendimin dhe është mëshirë plot? Dhe thuaj, punoni me përkushtim, sepse Allahu do ta shohë veprën tuaj. Edhe i dërguari i tij e besimtarët do ta shohin. Më pas, ju do të ktheheni tek njohësi i së fshehtës dhe i së dukshmes, e ai do t'ju tregoj gjithçka që keni bërë. Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të urdhrit të Allahut, nëse do t'i dënoj apo do t'u pranoj pendimin. Allahu e di mirë gjendjen e tyre dhe e di ç'bën me ta. Ata që ndërtuan xhami sherrri e mosbesimi, për t'i përqarë besimtarët dhe si përgatitje për atë që më parë kishin luftuar kundër Allahut dhe të dërguarit të tij, do të betohen se ne nuk kemi pasur tjetër qëllim veç së mirës, por Allahu dëshmon se ata janë mashtrues. Ti mos u fal kurrë aty. Është më e drejtë të falësh në atë xhami, themelet e së cilës prej ditës së parë u ngritën si devotshmëri ndaj Allahut. Aty ka burra që dëshirojnë të dëlirësohen. Allahu i do ata që dëlirësohen. Atëre cili është më i mirë? Ai që e ngren ndërtesën për devotshmëri dhe për kënaqësitë të Allahut, apo ai që e ngren një ndërtesë rreth një shkëmb iranor që është gati të thepiset e bashkë me të bie në zjarrin e xhehenemit? Allahu nuk i udhëzon njerëzit e padrejtë. Ndërtesa që ka ndërtuar ata do të vazhdojë të sjellë dyshime e pasiguri në zemrat e tyre, derisa ato të coptohen. Allahu është i gjithditur e i urtë. Allahu ka blerë prej besimtarve shpirtin dhe pasurinë e tyre, për t'u dhënë në këmbim xhenetin. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është një premtim i vërtet i përmendur në Teurat, Ungjil e Kur'an. E kush është mbajtës më i sigurt i premtimit se sa Allahu? Atëre, gëzoju një tregtisë që e keni bërë me të. Ky është suksesi më i madh. Ata që kthehen tek Allahu të penduar, adhuruesit e sinqert, ata që i thurin lavde Zotit, agjëruesit, ata që bëjnë ruku dhe sejdë, ata që urdhërojnë për të mira, e ndalojnë nga të këqijat dhe i ruajnë kufijtë e Allahut, ata janë besimtar të vërtet. Pra, përgëzoj besimtarët e vërtet. Nuk është e drejtë për profetin e as për besimtarët që të kërkojnë falje për idhujtarët, edhe nëse janë nga të afërmit e tyre, pasi tu jetë bërë e qartë se me të vërtet ata janë banor të xhehenemit. Edhe lutja e Ibrahimit për babajin e vet u bë veç se për shkak të një premtimi që ai kishte bërë më parë. Po kur ju bë e qartë se ai ishte armik i Allahut, ai u largua prej tij. Me të vërtet, Ibrahimi ishte shumë i ndjeshëm dhe i butë. Allahu nuk e humb një popull pasi ta ketë udhëzuar atë dhe para se t'i sqarojë atij se nga çfarë duhet të ruhet. Ti jeni të sigurt se Allahu di gjithçka. Vetëm Allahu t'i takon sundimi i qiejve e i tokës. Ai jep jetë dhe vdekje. Ju nuk keni mbrojtës, as ndihmës tjetër veç Allahut.
Allahu u pranoi pendimin e profetit, si dhe muhaxhirëve dhe ensarëve që ndoqën pas në ato çastet vështira, kur zemrat e disave prej tyre gati ulkundën. Allahu i fali ata. Ai është i butë dhe mëshirëplot me ta. Allahu u pranoi pendimin edhe atyre të treve që mbetën mbrapa, aq sa dhe toka ju ngushtua me gjithë gjersinë e saj nga ndjenja e fajt. Edhe shpirtrat e tyre u ngushtuan dhe u bindën se nuk mund të gjesh strehim gjetiju veçse tek Allahu. Ai i mëshiroi ata që të pendohesh. Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirëplot. O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut dhe jini gjithmonë me ata që janë të drejtë në fjalë dhe në vepra. Nuk do të ishte me vend për banorët e Medinës e as për beduinët përreth, që të mos e ndiqnin pas të dërguarin e Allahut dhe të kursenin veten në vend të atij. Nuk do të ishte me vend, sepse sa herë që ata i kapte hetja, lodhja dhe uria në rrugën e Allahut, sa herë që shkelnin ndonjë rrugë që i hidhronte jo besimtarët, sa herë që arrinin çfarëdo lloj fitore e kundër armikut, të gjitha këto do t'u shkruen si vepra të mira. Allahu nuk u humb shpërblimin vepërmirëve. Çdo herë që ata do të bënin ndonjë shpenzim në rrugën e Allahut, të vogël ose të madh, dhe sa herë që do të kapërcenin ndonjë lugin, atyre do t'u regjistrohej që Allahu t'i shpërblej më së miri për veprën e tyre. Nuk është e nevojshme që besimtarët të dalin në luftë të gjithë bashkë. E përse të mos shkojë një pjesë nga çdo grup i tyre për të marrë diturinë fetare dhe për të mësuar të popullin e vet dhe kur të kthehen në mënyrë që të ruhen nga e keqja. O ju që keni besuar, luftojini jo besimtarët agresor që janë pranë jush. Le ta ndjejnë ata ashpërsinë tuaj. Dijeni mirë se Allahu është me të devotshmit. Sa herë që shpallet ndonjë sure, disa prej tyre thonë: "Kujt ja shtoi besimin kjo sure?" Po, besimtarve u ashton besimin dhe ata gëzohen. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemër, ajo u ashton edhe më shumë dyshimin që kanë dhe ata do të vdesin si mohues. Vallë, a nuk e shohin ata se çdo ditë vjen provë 1 ose 2 herë? E megjithatë, ata as nuk pendohen, as nuk reflektojnë. Sa herë që zbret ndonjë sure, ata shikojnë njëri tjetrin në sy e thonë: "A ju pa ndokush?" Pastaj largohen. Allahu u ka larguar zemrat nga drita, sepse ata qenë njerëz që nuk kuptonin. Juve ju ka ardhur një profet nga gjiri juaj. Ati vjen rënd për vuajtjet tuaja, sepse ai e dëshiron fort rrugën e drejtë për ju. Për besimtarët, ai është shumë i ndjeshëm dhe shumë i mëshirshëm. Por nëse ata refuzojnë, atëherë thuaju: "Mua më mjafton Allahu. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti. Unë i mbështetem vetëm atij, dhe ai është Zoti i Fronit të Madh."